Ky emision mundësohet nga Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të emisionit Plus Minus. Kjo është epizoda e fundit dhe shumë kënaqësi e madhe që të kemi të ftuar pas pak Tyron Mamushën, me të cilin do të flasim më shumë rreth atletikës, boksit dhe sporteve të tjera. Kështu që qëndroni me ne deri në fund të këtij emisioni, sepse do kalojmë shumë mirë, do kënaqemi dhe do shohim pamje të ndryshme nga Valbona Resort and Spa. Shikues dashur, tani jemi në studion e Plus Minus, këtu tek ambientet e bukura të Valbona Resort and Spa, në Valbonën e bukur të mrekullueshme që për çdo të diel, pra po ju sjellim pamje të ndryshme nga këtu, por gjithashtu edhe materiale të ndryshme nga banjeri. E këtu bashkë me mua është Tyron Mamusha, për të gjithë ju besoj që edhe e njeni, është një atlet fantastik i cili po na bën shumë krenar ne të gjithëve. Tyron, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Na tregove pak më herët që kështu mbrapa kamerave që viziton shumë shpesh Valbonën. A mundesh më na tregu pak se çfarë të lidh me këtë vend? Valbona ka një natyrë përveç natyrës bukur, se ka edhe ujë të ftohtë. Na zakonisht sportistat e kena pjesën ice bath, si i thojnë, e shfrytëzojnë për rekuperimin gjithmonë gjatësinë së verës. I kanë malet e bukura, një pjesë të kohës e shfrytëzojmë edhe duke bo hiking këtu malet Valbon thellë, në kollatet, në jazert. Edhe zakonisht për gjakovës vijmë deri në Valbon me bicikleta, e kena një grup biciklistave, edhe është domethënë natyra, sa dush më hone e lodhshme kjo pjesa me bicikëll, për shembull, të marrë deri këtu, prap natyra bukur ta lehtëson domethënë atë lodhjen, ta hek atë lodhjen e madhe. Po, e ju Gjakova jeni me fat që keni një vend kaq të bukur, kaq afër. Po, shumë e vërtet, se jena shumë e fat. Domethënë është muj me thonë ndër natyrat më të bukura që posedojmë na si shtet. Po. Tyron, thash pak më herët që po besoj që gjithë shikuesit e emisionit Plus Minus edhe të njohin, po a mundesh për të gjithë ata që ndoshta edhe po të shohin për herë të parë dhe po dëgjojnë nga ti, më na tregu pak për veten, pak si filloi gjithçka në atletik. Po, unë jam pra Tyron Mamusha, jam atlet profesionist për momentin, jam trajner kondicional dhe trajner i fëmijëve në boks. Karriera jeme ka fillu pak më ndryshe se sa disa sportistave tjerë. Kam fillu si çdo fëmijë që fillon në sportin me futboll. Prej moshës diku 6 vjeçe deri në 12 vjeçe kam luajtur futboll. Mas futbollit kam vazhdu me boks. Kam fillu si bokser diku kam qenë 7 vjet profesues i shtetit Kosovës, në gara ndërkombëtare dhe vendore.
Pastaj ndërkohë duke vrapu, domethënë vrapimi ka qenë pjesë e pandashme e sportit boksit, domethënë për përgatitjen fizike, mandej dikur ka filluar dhe më marr pjesë edhe në garat vrapimit, dikur ka nisë pastaj vrapimi me mi, më shumë në qejf. Edhe pastaj kam vazhduar tash domethënë jam si diku 8 vjet jam atlet profesionist që përfaqësoj edhe shtetin e Kosovës në gara ndërkombëtare, në distancat e gjata 10-21 kilometra. Po na përmend kështu vazhdimisht garat, po cilat nga garat ka qenë më sfiduesja për ty deri më tash? Garat, zakonisht e garat ndërkombëtare janë shumë më sfiduese, tash edhe niveli i garave ka arrit një farë garat ndërkombëtare janë gjithmonë gara që del për komfort zonit, domethënë është niveli shumë i lartë, ka atlet shumë të përgatiten fizikisht edhe psiqikisht, edhe domethënë është gjithmonë jetë duke sfidu veten tonë. Po gjithmonë për mua garat më të mëdha janë garat kur përfaqësoj shtetin e Kosovës. Po sa është e vështirë kjo pjesa e përgatitjes mentalisht për garat, sepse përmendë edhe vetë që duhet të jesh i përgatitur fizikisht dhe psiqikisht. Sa është e vështirë kjo pjesë, ndoshta? E vështirë, zakonisht unë kur kam filluar sport. Sa është e rëndësishme? Faza psiqike ose mendore e një sportiste është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, muj me thonë se faza fizike, sepse fundi i garës gjithmonë në gara vendosin detajet e vogla, nëse je që me qenë pjesë e podiumit. Muj me thonë se pjesën që ma ka japë boksi, ka qenë që ka pjesa, domethënë na zakonisht sportistat elitar jetojnë edhe këtë kohën vazhdimisht e kanë këtë pjesën e dhimbjes, këtë kohën ushtrimet i bojnë me dhimbje, edhe domethënë adaptohet trupi me qatë pjesë. Boksi mu më ka ndihmuar këtë pjesën shumë, që domethënë edhe momentet e fundit ku truni jam është gati mu dërzu, vjen ai shpirti luftarak edhe energjia edhe muj me çugarën për shembull deri në fund. Po, e të rëmë për derisa jemi duke bisedu, Fruti na ka mundësuar që të freskohemi pak me të dhe të shijojmë shijet e ndryshme të cilat i kanë. Janë vërtet pije fantastike, unë për vete kam pjesh dhe një boranicë për ty. Boranicë, tamam vjen edhe për gjak. Patjetër. Po, a mundesh më na tregu pak Tiran se si është një ditë e stërvitjeve për ty? Ndoshta prej kur gjosh nga gjumi dhe deri në fund të ditës, se po besoj që çdo ditë edhe bën stërvitje. Po, zakonisht një ditë e jam ja fillon që unë zgjona herët. Pjesën e parë ditës se kam gjithmonë përgatiten për veten time, përmendoj stërvitjen e parë. Edhe kam pjesën ku e luaj këtë rolin e trajnerit kondicional, ku joshtoj disa sportista. Mandej kam pjesën ku e përgatiti mëngjezin, mandej kam pjesën tjetër kur zakonisht gjatë ditës na bojmë një nek, është një pushim ditor, diku 30 deri 45 minuta. Mandej bona gati hot rek, mandej bona gati për pjesën e pasditës ushtrimeve, për veten. Prej orës 6 mbrëmje kam pjesën që ja kushtoj fëmijëve, ku kam këto ushtrimet me fëmijë në klubin e boksit. Mandej domethënë dita jam është 24 orë e lidhur me sportin, edhe jam shumë i lumtur. 24 orë e zën kështu. Me sport, me pjesën e nutricionit për veten time, duke kushtuar edhe kohë edhe sportistave të ri, duke i jap atë pjesën me motivu të paktën, se nuk ka sa më të bukur që për karrierës tonë sportive edhe medaljet janë, domethënë suksesi është diçka që është momentale, po momenti kur për mua diçka më e rëndësishme është kur e motivoj dikon një të ri që më arrit, domethënë pse jo më ndjek edhe rrugën time. Po cili është roli i disiplinës edhe i sakrificës në suksesin tënd? Po me thonë disiplina, sakrifica janë qelë si çdo suksesi, pa marrë parasysh në sport apo në fazët tjera të jetës. Pa këto dyja domethënë nuk mundet më funksionu një sportist. Sa dush me pas talent, domethënë gjithmonë në disiplina mund talentin. Edhe më thonë që mu disiplina më ka ndihmuar shumë, pa marrë parasysh janë ato momentet me motivu veten tonë, motivon, unë është motivu një javë, 2 javë, një muaj, po mas një muaj momenti ku të vjen motivi, domethënë disiplina që të mon gjallë dhe shtin mi thyet limitet tuaja kohë pas kohe.
E shikues dashur, t'ju tregoj diçka, deri në 6 muaj në Agjencionin për Financim në Kosovë, AFK, mund ta shtyeni këstin e kredis për biznes apo për agro. Ju mund të aplikoni edhe online për kredi tek webfaqja zyrtare e AFK-s. E ne po shkëputemi për bllokun e parë të marketingut, kështu që qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak bashkë me Tironin për më na tregu shumë gjëra të tjera, sepse është ndër dhe kënaqësi e madhe që në këtë epizod të fundit të kësaj sezone të emisionit Plus Minus të kemi Tiran Mamushën këtu në studio. U rikthyem nga marketingu e tash është koha që të pim nga një çaj, Tiran, një çaj kamomil nga Podravka, por gjithashtu edhe për mua një kamomil sepse është shumë i mirë. Tiran, na tregova pak më herët që je trajner për fëmijët, po nga cila mosh fillojnë që të trajnohen dhe të vinë, të mësojnë rreth atletikës? Në fakt unë e kam për boks. Për boks, Për boks, zakonisht të fillojnë prej moshës 5 vjeçare, dhe diku në moshën 14 vjeçare kam grupet e mia që i ushtroj fëmijët. Po zakonisht qëllimi jam edhe pse kam filluar në këtë rrugtim si trajner për fëmijët është që jo vetëm mi përgatit fëmijët në pjesën pjesën fizike që ata nesër më bë boksier, nuk është atë qëllimi, po qëllimi kryesor ka qenë që përmes boksit, përmes sportit fëmijët mi përgatit edhe anën psiqike, mi u përgatit këtë disiplinën, që me ditë që pa marrë parasysh çfarë rrugtimi kanë me zgjedhë në jetë ardhme, më konë ma të përgatiten edhe psiqikisht edhe fizikisht edhe për mos më jetu sfidave një performance. Pa ka ndonjë moment që ti e vren nga mosha e vogël, nga mosha 5 vjeçare, ndoshta që ai ka me të vërtet talent që të bëhet në të ardhmen edhe një bokser i mirë. Po, zakonisht. A ndonjëherë që ndoshta edhe si themi ne javnon synin dikujt që dëshiron edhe me trajnu në atë rrugtim që ta bësh edhe një bokser. Po, zakonisht ka shumë. Kosova nifet për vende që ka shumë talenta, edhe në klubin ku përgatit në Sport Center ka shumë fëmijë që janë në momentin e parë si kanë kontaktin e parë me dorës, ato se ku ti fillojnë më japë këto hapat e parë, bazën e boksit, e shoh se kanë domethënë janë një farformë janë të lindur për atë punë. Edhe në filloj mi përgatit. E si është ai momenti, si e vren ti? Janë ato, si më thonë, qëndrimin, goditjet, momentin që i bën mimikat e fytyrës, që e përjeton ndjenjen e boksit, ku është brenda në ring, momentin kur është ball për ball me duke ja marrë pjesën shkollë, thonë pad working. E ka atë qëndrimin, e ka atë që thonë atë aurën për me atë energjinë për më qenë bokser një performance. Po dhe pastaj edhe ti edhe i shtyn normal i motivoj edhe kur ju tregoj masnej pak për karrierën time që kam nisur si bokser, mesin të kthyer keshin edhe dëshira edhe dëshia mas edhe motivi për më vazhdu më përpara. Po, sa të ndihmojnë një urrëtie akademike në performancën tënde sportive? Po. Sepse dim që edhe fakultetin e ke përfunduar. Po, kam edukatën fizike, këtu luajnë rol shumë të madh, për arsye që përveç përgatitjes time fizike që e më ndihmon me ditë më shumë një uri për trupin tam, për rekuperimin, për nutricionin, gjithashtu ato më ndihmon edhe për pjesën që mi përgatit, që me ditë çfarë ngarkesë fizike më jap një fëmijë, çfarë ngarkesë tjetër, domethënë mos më ngarku edhe fëmijët fizikisht, as mos më jap atë presionin e ushtrimeve që ata mas 2-3 javë më thonë se do të shkojnë në ushtrime shumë të rënda. Mundona kjo pjesa akademike normal më ndihmon shumë që me ditë edhe ngarkesën fizike që më jap. Po, të kthehemi edhe pak te gara. Çfarë është e rëndësishme për ty që ta përfaqësosh vendin në gara kombëtare, ndërkombëtare, si ndjehesh pastaj kur kthehesh edhe triumfues, edhe ndoshta edhe planet për vitet 2026, a do marrësh pjesë në garat e tjera? Për mua, domethënë ndjenja më e bukur më thon që është ku garoj është me parasysh shtetin e Kosovës, është nder, është krenari, mbi të gjitha është një farë lloj përgjegjësie që ki ti mbi supet e tuaja që mund për me parasysh një shtetin dhe me majt plamurin me krenari.
Zakonisht ndoshta ngorët edhe ngorët kombëtare është kënaqësi kur bëhesh kampion i Kosovës ose kampion, se ne kam qenë edhe 3 vjet kampion i Shqipërisë. Po. Për mua ka qenë është gjithmonë nder kënaqëri, domethënë gjithmonë janë disa më thonë momente shumë të vogla që ti t'japin motivet, adin shtyn që më arrit, domethënë çdo vjet më arrit ato limitet e tuaja. Për mua vitin 2026 është vit që pretendoj domethënë gjithmonë me arrit domethënë nivele që me konkuru nivele sa më të larta evropiane dhe ndërkombëtare. Synimet janë domethënë gjithmonë gorat ndërkombëtare me arritë medalje, me marrë medalje në gorat sa më të mëdha. Po cilin do ta konsideroje ndoshta arritjen më të madhe tënde deri tash? Më thonë lirisht pjesëmarrja që kam qenë si vjet në kampionatin evropian, ku kam përvasur shtetin e Kosovës në gjysmë maraton në Belgjik. Ka qenë, më thonë, kam pas sukses shumë të mëdha, por kjo pjesë ku përvason gjithmonë shtetin është shumë ndjen më fort se sa kur fiton medalje domethënë në mënyrë individuale. Po besoj si atlet edhe kujdesesh shumë edhe për ushqimin, ke dieta të ndryshme, si për kujdesesh për ushqimin, sepse edhe do e kemi tash edhe disa ushqim, një pjatë të cilën do e konsumojmë tani, do na shoqëroj këtu. Janë produkte të shpejta, të shëndet, shumë të mira, shumë të shijshme, nga Zoade. Zoade janë prodhime nga Katari me teknologjinë më të lartë, të cilat na kanë shoqëruar në këtë sezon të emisionit Plus Minus. Janë shumë të shijshme dhe shpejta, nuk i kohë ndonjëherë me i përgatit shpejt. Po zakonisht si një atlet ushqimet janë ushqime me karbohidrate, shpagetat, urizi. Edhe normal është pjesa proteines, yndyrnat. Zakonisht unë masi e përfundojmë një garë, e kena këtë pjesën që e kena fast foodin, përparoj fast foodin, pjetë, gazerune, e kena pa limit ushqim. Po zakonisht ushqimi domethënë shumë i rëndësishëm, produktet, frutat e thata, tërshërët janë pjesa e pandashme e jam janë mëngjes. Pa përgatit vet? Mëngjesën e përgatitje edhe pasta di me përgatitje dikon disa pasta se më pëlqejnë mu, se mi kona mu, ato di me përgatit. Ato i kem su mirë, po besoj. Ato tjera, ma shumë nuk di. Tyran, po cili kish me qenë mesazhi juaj për të gjithë ata të rinj që edhe po ndjekin këtë intervistë edhe ndoshta motivohen nga ti për të filluar me atletik, me sporte, me boks? Mesazhi jam kish me qenë shumë i thjeshtë edhe shumë i shkurt, pa marrë parasysh sa, zakonisht ondra, nëse nuk është ondra shumë e madhe, nuk friksohesh për se ondre, ajo domethënë nuk është ondër që mundesh me njek më shumë. Po asnjëherë mos më friksu për ondrës, duhesh pa marrë parasysh sa e madhe është ajo ondra me besu te vetja jote se çdo ondër arrihet me punë edhe me shumë disiplinë. Edhe bëhet realitet. Gjithmonë. A ka pas ndonjë moment për Tironin që ka thonë a din çka, po e lo krejt, nuk po vazhdoj mu. A e dëshpru najherë, edhe si a ke arrit që a dëshprim me këthyn motivim edhe me vazhdu tutje edhe me i korë gjitha këto suksese? Zakonisht jenë faza gjatë karrierës ku trupi është shumë i lodhen, motivi bjen poshtë, nuk i shansa as me vazhdu, për mu ka qenë në një fazë e vitin e kalun kam pas disa lëndime, ku 6 muaj kam qenë jashtë sportit, edhe për mu ka qenë domethënë u kon gjithmonë pikpyetje 50-50 nëse muj më vazhdu se jo. Edhe kur kam fillu ditët e para në ushtrime, kanë qenë ushtrime shumë
më me thonë intensiteti ku shumë i olt, po do shta ka duke dhe sera e parë që po fillon. Shumë janë konë vështira me vrapu e mi bo ato shka kam bo zakonisht. Edhe thesha me të vetë, thesha, a jam, për mdo që është gati është me çdo orë kret. Edhe kam vazhdu dikun 1 muaj e gjys, 2 muaj pa ndërprej ushtrime, intensiteti ka qenë gjithmonë të urrit. Gjithmonë, po, çka disiplina, shka ma ka kriju, muj me thonë sporti boksit të kone që e më ka mojt gjallë edhe mas 6 muajve ku ka fillu me garu apet, edhe kam thonë që edhe që ate i kam falendruar vetes teme që s'jam dorëzu. Se u kon moment, pjesa e dorëzimit është moment, sot e lo edhe marrën gjithçka. Po ato gjithë ato, domethënë 16 karriere për mbon deri tash, kanë qenë domethënë nuk kam mujt me heq mi hedh poshtë për 1 sekond me një mendim negativ që më ka ardhur në atë moment. Po besoj që kjo është edhe gjëja më e vlefshme që mos ta lejosh veten të dorëzohesh edhe tashmë po korr suksese gjithmonë, presim edhe 2026 aty një vit shumë i suksesshëm për ju. Po besoj që do kemi gara ndryshme që do na bësh ende më shumë krenar. Po gara nuk do ndalesh. Po, jo, garat fillojnë garat fillojnë për muaj të shkurt. Okay. Në garën e parë kam Split në Kroaci, mandej çdo muaj më thonë çdo javë të paktën deri në qershor çdo javë kam gara. Pa u ndal, edhe pretendoj që dhe gjitha gara qëllimi jam çdo gara është më kon top 3-she, podium. Edhe shpresoj edhe besoj me punën që ne ato bo bashkë me trajnerin ta, me stafin, që me arrit ato rezultate. Po besoj që e përmend edhe trajnerin dhe stafin, po besoj që është një ekip e madhe mbrapa teje, apo jo? Po, është një ekip e madhe, unë tash jam duke bashkëpunuar me trajnerin prej Kenis, prej Afrikës. Edhe puna domethënë është shku shumë mirë. Domethënë tash jam se gati 2 muaj të bashkëpunuar me trajnerin prej Kenis. Atë na gjithçka është të shku perfekt, të shohim që as nuk na vjen mësysh. Ta prekim mundë. Nuk e besoj që do na sjellësh shumë medalje dhe shumë suksese nga garat këto në Kosovë, në Shqipëri, do jemi të gjithë krenar për ty. Ty rëm faleminderit shumë që ishe pjesë e Plus Minus dhe është shumë kënaqësi e madhe ta përmbyllim këtë sezon së bashku me këtë intervistë kaq të këndshme këtu në Valbona. Faleminderit edhe juve për ftesën. E kemi edhe një dhuratë për ty, para sa ta përmbyllim edhe këtë intervistë. Është një dhuratë nga To Youth, e cila ka produkte të shëndetshme, ka bars, ka të gjitha produkte cilat të duhen. Janë produkte që edhe unë vetë i konsumoj gjatë ditës, domethënë pjesën e ushqimeve, frutave të thata dhe këto. Fruta të thata, bars, dhe të gjitha i kanë shumë të shishme, shëndetshme, edhe ti po e din, por edhe këtë dhuratë kemi për ty. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juve për ftesën. E për të gjithë ju shikues të dashur që jeni në kërkim të një banese, kemi një super lajm. Të një mënyre të re dhe moderne të jetesës në Prishtinë. Qytetit po i shtohet kompleksi më luksoz e më modern i banimit, Prishtina 5 Towers. Një projekt që sjell standard jetese me 5 yje, reati maksimale dhe hapësirë ambiente të dedikuara për familje, fëmijë të rinj e të moshuar. Me 4 objekte luksoze banimi dhe një qendër tregtare ultramoderne, 5 Towers, ngrihet me një super lokacion pranë qytetit, prej nga ku mund ta shijoni një pamje magjike të gjithë Prishtinës dhe në të njëjtën kohë të jeni shumë afër qytetit. Nëse po kërkoni një investim e zgjidhje afatgjate jetese, ju këshillojmë që të interesoheni menjëherë sepse një mundësi e tillë nuk ju vjen shumë shpesh. Faleminderit edhe një herë, e ne përshkëputemi për bllokun e dytë të marketingut që të rikthehemi me materialin e benjerit. Përshëndetjet dashamirë të bjeshkëve shqiptare. Sot jemi në Tomor. Kemi ardhur këtu me ftesën e Edit. Miku im nga Fieri. Fieri. Përshëndetje.
që na ka ftu me bo një ngjitje në Qukën e Partizanit, pra njëran nga majet e Tomorit. Edi, si e? Mirje? Faleminderit. Ju falenderoj që keni ardhur të promovoni Tomorin, ndoshta malin më të bukur të Shqipërisë. Na pret një rrugë pak e vështirë ndoshta sepse ka rënë borë dhe shikojmë se çfarë mund të bëjmë. Ndoshta arrim dhe malën lart. Atje është një tyrbe e Bazaliut, është vend shumë i shenjtë për të gjithë shqiptarët. Okej. Pra, Tomori ka formën pak Formën një gamilje. Pashtriku, pra është bjeshk që ndron në vetmume. I vetmuar, po. Po. Po, i vetmuar ka formën e një pak a shumë një deve apo kamile, si thënë. Po. Dhe është lart gjatësia është diku të 9 kilometra. 9 kilometra një drejtim, Një apo? drejtim nga Majami. Shumë mirë. Sot pas kemi edhe pjesëmarrës Po, tjerë. kemi shumë. Dëshirojmë ta bëjmë me borë, sepse këtu zakonisht njerëzit vinë gjatë periudhës së gushtit, Po. kur ka shumë peregrin, bëjnë sakrifikojnë kafsh, bëjnë Okej. kurbane. Ndërsa në dimër tani është çik më të vështirë. Okej. Ta shohim atëre çka po na pret. Ha, Vazhdojmë. na vakt marr. Okej, jemi në majet të Tomorit, pra mas 4 orë e gjysmë ecje prej vendit ku e lam veturën deri këtu, bashk me shoqnin nga Fjeri edhe nga Berati, e vizitum vendin, e pam këtë teqin që është në majet të Tomorit. Tash për të kthyer më nevojitet pakës energji. E ata do ta marr me të ju Peanut Bar. Edi, ecje e vështirë, Vështirë, po, ha? 4 orë e gjys. S'na mbajti dhe kohë. Nuk na mojti koha, Mjegull. ishte me mjegull po u qelq Po, tash. na ndoshta që- patëm pak, po. E sa ta herë është që po vjen ti këtu? Këtu është era 4. Hera 4. A ka qenë gjithmonë e vështirë kështu? Në verë nuk është e vështirë. Okej. Gjatë dimrit është e vështirë se të vështirëson vora. Okej. Po këtu është një tyrbe, i thonë një varr i shenjtë, Po, po e kam mbuluar bora siç duket, ndërsa këtu te kjo pjesa këtu është një bust okej. kali me një siç e folëm poshtë Po e vazhdim. kom po në Po, fotografi, kom po. Okej. Shumë mirë. Tash mrenda ish një person, Është varri. është vari. Po. A dini diçka për atë Atëherë Abazaliu Abazaliu? ka vdekur në Qerbela.
Okej. Po thonë që ka marrë kokën në dorë dhe erdhi këtu dhe bëri varrin në mal të Tomorit. Edhe i thonë mali perëndive. Okej. Si famë që i ka dhënë, më ka qenë gjatë kohës në infrashrit, e promovoi në kohën e rilindjes, dhe Çajupi në vitet 1905-1910. Po. Që do të bëri malin e ditë shqiptare. Mali shenjtë. Ka dhe kujdena që ka UFO, gjëra të tilla kështu, po nuk është se Aha. ka dhe ugoj. Po. Që ashtu edhe unë kam dëgju që kanë pa lëvizjen e UFO-ve. Nuk është se është e vërtet, nuk e besoj. Nisoj si mpa-shtrik. Dhe perëndit para historike, të Dodonës. Aha, okej. Këtë malin këtu, mendoj se ku është mali perëndive. Perëndive. Po, sipas mitologjisë së vjetër, këtu ka patër orakuj që flisin me perëndit. Flasim këtu para 3-4.000 vitesh. Aha. Që është e lidhur me parahistorinë, si mal, si mali shenjtë. Okej. Unë çka pash kështu si bjeshkatar pash pamjet magjepse. Për rreth majës u hek mjegulla dhe nuk munda me besu se ku jemi. Është me të vërtet madhështore. Po pjesa tjetër, pjesa e veriore është edhe më e bukur, sepse ka edhe ngëshetohet me pyet me bredha, me livade. Me livade, ka dhe lugina të ngushta. Dhe ata pjesën andej preferojnë këta me motocrossin. Po. Theranda, për nuk kanë vajtë diku të gjysma, po nuk ka shumë dela. Masi ki ardhë disa hera, ki pa dikon me skia që është lëshu këtu? Jo, s'kem. Nuk e promovoj ski. Nuk e promovoj, se kishte shtigje shumë të mira për skim. Ndoshta po është ajo që do të jetë pjesa perëndimore, nuk e di që po, bora. Kjo është pjesa jugore. Pra nuk e man borën shumë mirë, po shtigjet ishin me pjerësi perfekte për sikur të ishte veriore edhe të instalojë në teleferik për shkak. Nuk është se di shumë nga skit, po pjesa veriore andej, bora nuk shin tër vitin. Ka pjesë që nuk shin tër vitin. Mëkat. Ndoshta do të jetë më përshtatshme nga pjesa veriore. Mëkat. Mirë, po prapse unë do të lëshona me ski, masi bora që ndron këtu janë temperaturat e ulta. Ta shohim se çka po na pret. Para lëshimit ekstrem me skia nga maja e Tomorit nevojitet energji e madhe, e ata e marr me Red Bull. Shikues të dashur, ky ishte edhe epizodi I fundit I emisionit Plus Minus. Kemi kaluar shumë bukur për këto 2 muaj këtu në Valbona Resort and Spa, në Valbonën e bukur, gjithashtu me mysafirët të ndryshëm, të cilët na kanë nderuar që të jenë çdo të diel këtu me ne.
Për mua ishte shumë kënaqësi, po shpresoj që edhe ju jeni ndarë të kënaqur me këto pamje që ju kemi sjellur dhe me këto intervista për këto 2 muaj, janar dhe shkurt, e ne përsëri shihemi bashk, por deri atëherë mirupafshim dhe dua të falenderoj për fund Stilium, e cila është përkujdesur çdo të diel për mua. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga